Po ta shiko, nëse do të kuptoje se sa reale ishte intervista atit, duhet të shikoje qëndrimin dhe fytyrën e Ema Andreas. Fytyra e Emës. Edhe ajo, edhe Rudina. Edhe Rudina Gallati. Rudina, po. Iram, koka. Po. Pa e pyetje e herë kishe e fort. Se kemi vjetra. Malit Falc, edhe Miri, që e ka ndjerë armik të brenda, nuk e qundo. Sa i çfarë thash? Ndahet njeriu nga lojtari. Aha. Pra su se lojtari më i fort. Ti bësh kritik dikujt apo të mos dakordsohesh, nuk të bën një njeri. Nuk të bën një njeri. Po las me karakterin tim. Jo të bëj lojë. S'kemë në dikë të për përgjendës, është puna ime. Ato fajdoj shumë për kërë të mjesh këtë më madhë. Pati dëshirë, po shkoj. Amor, Stenardo, si të duk intervista? Intervista që e okej, që e mirë, Po, shumë okej. por që një intervistë mos u kime këllike. Që një intervistë që u duk se kur është kaq impresionuar nga shtëpia, sa edhe jashtë nuk bëri do ndryshe. Po zotëri, tha atyre po shoh UFO. Po pra, në sensin që bota është bërë çike çuditshme. Po jo pra jo, se kur dola jashtë unë i thash po shoh njerëz. Jo UFO, nuk e bën kjo fjalë diferencën. Ha? Nuk e bën kjo fjalë diferencën, them. Po si do që tjetë mërti tani e pesi tha Ema, mirë atëre, unë jam UFO Ema, UFO ky, UFO i. Po, patjetër, ja mori për keq, sepse... Po patjetër, mor. Po patjetër. Po shofendim mërti tashi, qa thua? Ja mori për keq. Jena mësot të mrejnë dhe jashtë në duke njerëzit Ti, Stenardo, di shumë mirë se je mjeshtri fjalës. Një fjale vetme e përdorur gabim ndryshon komplet kontekstin e të gjithë romanit. Pa i shkreti e kishte këtu që bende me... Po se si e ka e ne dimërtit e dim kapacitetin e ati njeriu. Po kjo pra për ndryshimin, diferencën. Për mua diferencë më e madhe ishte fakti që nuk doli dot nga shtëpia. Po patjetër, unë po them kështu e filloj. E nisti mrapç. Po s'del më dot nga shtëpia ai, se ai që ka atë vogëlsin. Shumë impresioniste fakti që Brikena nuk ishte goca më e fortë. Një vajzë që ka ardhur këtu që nga fillimi. Çfarë, thu ka dalë preferuar, o vlla. Pa Mateon. Pa Mateon. Po. E po janë fakte. Goca edhe me karakter luftarak. A çfarë tha mëngjesën bashkë? Ishte fjala që të përmenda unë.